Donald. Trisha. Buongiorno. Bene, e voi? Bene, benissimo. Molto contento di essere qui. Anche noi. Grazie. Si jeni? Mirë. Këto zgjedhje janë parazgjithash për ekonominë. Ne kemi përcaktuar Made in Albania si krenaria kombëtare. Dhe ne duhet bëjmë gjithçka që të mbështesim prodhimin shqiptar, të mbështesim Made in Albania. Të bëjmë gjithçka për suksesin e sipërmarrësit shqiptar. Të lehtësojmë në maksimum në mundshëm barrën fiskale, të mbrojmë eksportin. Ju jeni sipërmarrje eksporti. Unë kuptoj vështirësinë shumë të madhe që ju krijon narko-euro. Narko-euro është një goditje shumë e rëndë për qindra dhe mira punojës dhe sipërmarrje. Ata sjellin kontejnerët
e vagona me euro të drogës dhe rëzojnë për tokë euro në Shqipëri. I shtrojnë në kullat e drogës dhe korupcionit, kurse sipërmarrjet për shkak të rënjes dramatike të kursit të këmbimit shkojnë drejt falimentimit dhe falimentojnë me shumicë. Qeveria do të kompenson çdo qindar të kursit të euros për të gjithë eksportuesit, gjë e cila i bën ata të punojnë në kushte më të qeta, më të sigurta. Të kesh një rënje të euros në 35% sa që është rënja, është pothuaj shkatrimtare. Është pothuaj shkatrimtare, mbasi këto kanë bëjnë, janë në sipërmarrje, një sipërmarrje që keni të bëni me euro dhe shkëmbimi bëhet me euro. Në këtë kontekst, një bord i veçantë do të ngrihet për të monitoruar lëkundjen e kursit dhe për ta kompensuar për çdo sipërmarrës. Gjersa ne, me gërshërët e ligjit, t'ja u presim rrugën të gjitha këtij dynjes të kokainës dhe parave të kokainës, për cilat nuk ka nevojë. Ekonomia shqiptare ka nevojë për prodhim. Prodhimi në Shqipëri po bie çdo vit. Ka një rënje të dhimbshme shumë. E dhimbshme sepse shoqërohet me humbjen e vendeve të punës të mira djemve dhe vajzave, burrave dhe grave dhe që detyrohen të marrin bërgimin si alternativë vetëm për të mbijetuar. Gjithashtu, unë jam sot këtu për të zotuar para jush, energjia elektrike do të paguhet me 6 lekë. Shqipëria do ketë çmimin më të lirë të energjisë në Europë për biznesin. Ne e kemi patur, nuk është se po bëjmë një diçka të re. E kemi patur, do ta rikthejmë përsëri fuqishëm në mënyrë që të japim hapësirë më të madhe investimeve, por edhe të lehtësojmë biznesin. Natyrisht, sistemi më i ulët i taksave është vendimi ynë, taksa 10%. Është taksa më e lashtë. Në Bibel dhe Kur'an është taksa 10%, më e drejta. Dhe nuk mund t'i marrësh tjetrit, nuk duhet synosh t'i marrësh tjetrit më shumë se 10% taksa. Ka një moral njerëzor dhe ne i përmbahemi atij morali. Ne i përmbahemi, ne jemi të bindur se ajo është taksa më e drejtë. Edhe diçka që është e drejtë funksionon shumë më mirë. Kur e vendosëm për herë të parë në taksën 10%, ne ishim të vetmi në 2005. Ne na thanë që do të hapsonin nga kjo gjë. Do t'u falimentojnë financat. Dhe mirë i thamë ne. Ju rrini fondit monetar, shifeni si po ecën dhe ne po e bëjmë. Dhe ata vërtet qëndruan anash. Ne e bëm dhe në fund të 6 muajve, në arkën e shtetit, si që thonë fjalës, në buxhet erdhen 300 milion euro më shumë se sa që kishin ardhur me taksat e larta. Pra, taksa e drejt funksionon shumë më mirë, lehtëson biznesin, ja len parat në konto biznesit dhe biznesi i përdor ato për të investuar, i përdor për të rrit rrogat, i përdor për të përmirësuar kushtet e punës
në këtë aspekt ne do krijojmë pra lehtësira të mëdha fiskale për biznesin. Do të ulim naftën. Tani, ata që s'kan vetura mund thonë se por ç'na duhet nafta. Çdo njeri paguon në çmimin e naftës. Çmimin e naftës, ata që s'kan vetura e paguajnë në transportin që bëjnë me autobus, e paguajnë në çmimet që blejnë në dyqane, sepse rritja e çmimit transportit rrit çmimin e mallrave që blejnë. Ne kemi çmimin më absurd. Nafta vjen nga Durrësi, me Gjemi, me anije. Nafta për Kosovën vjen nga Durrësi. Në Kosovë shitet 30-40% më lirë, në Shqipëri shitet 30-40% më shtrejt. Po pse shitet më shtrejt? Sepse qeveria e taton naftën 1.1 euro. Nëse ti e taton, pra, qeveria ju merr nga xhepi çdo qytetari për 1 litër naftë ju nxjerr nga 1 euro. Kjo është hata. Është hata e vërtet. Jo, kjo do hiqet. Nafta do të tatohet një lloj sa në Kosovë, një lloj sa në Maqedoni, dhe çmimi i saj ju garantojun ju që do të bjeri minimumi me 40%. Punojësit me rrogat ulta 500 euro do kenë së bashku me pensionistët kartën e konsumatorit. Kjo do jetë kartë konsumatori që ju do mund të merrni të veçën e të gjitha gjërave bazë, ushqimeve, gjërave bazë që blini nga qeveria, nga shteti, kundrejt kuponave që dorëzoni që keni ble, dhe kjo shkon në 450 euro në vit, shkon parafrasisht sa një rrogë, ose kur ja me pensione shkon sa 2 pensione. Pra ne duhem të ndryshojmë në mënyrë rrënjësore gjendjen, jetesën, mirëqenjen e qytetarëve. Ne do vendosim rrogën 500 euro për minimale, por ne në dialog dhe në bashkëpunim me sipërmarrësit. Ne do bëjmë gjithçka që kjo të mos dëmtoj nuk është qëllimi se pastaj ti çosh sipërmarrjet drejt falimentimit, ajo është marrëzi, pra ne do të kemi një dialog shumë të mirë me sipërmarrësit, për llogaritje të sakta, çfarë duhet ne të kompensojmë që ju të keni rrogë minimale 500 euro. Dhe përveç kësaj rroge, ju do keni nga qeveria, këtë jo nga sipërmarrësi, kartën e konsumatorit, ku do t'i merrni ushqimet me minus 20%, pra do merrni taksën e TVSH-n. Do ketë bonuse për fëmijët. Ne do vendosim bonuse për fëmijët për shtesë në rrogë. Shtesa në rrogë për fëmijët nga qeveria do t'jetë për fëmijën e parë 70 euro, për të dytin 60 euro, për fëmijën e tretë do të rritet nga lidhja gjerë në moshën 23 vjeçare, do marrë përsi për çdo shpenzim qeveria. Pra, ne do të ndjekim politikën e fëmijës së tretë, sepse ne u shkatruam. Kjo politikë u paksum në mënyrë të tmerrshme nga largimi. Kjo politikë e fëmijës së tretë i ka shpëtuar kombet në histori. I ka shpëtuar nga zvoglimi i tyre i madh. Sikundër do bëjmë gjithçka që fëmijët, djemtë, vajzat, ata që janë larguar në mërgim, ata të kthehen në Shqipëri. Të kthehen, do bëjmë një politikë sa të mundemi më të fuqishme, nxitse për kthimin e tyre. 5 vjet do jenë pa asnjë taks. 5 vjet pa asnjë taks. Unë shoh Manjola këtu se këtu dominojnë gratë. Absolutisht do ketë stimull të veçantë për bizneset, për
që ku dominohen nga gratë, pa asnjë diskutim. Do ketë lehtësira qoftë në sigurimet e tyre shoqërore, qoftë në trajnimin e tyre. Sikundër, për gratë që hapin biznese, se ne duhem që të barazojmë gjendjen financiare të burrit me gruan, të burrave me gratë. Dhe në këtë aspekt ne do favorizojmë bizneset e çelura nga gratë. Do t'i favorizojmë me 1 vit pa sigurime shoqërore, do t'i favorizojmë me taksa, do t'i favorizojmë me linja të buta krediti. Pra, ne do kemi një bankë zhvillimi e cila do ketë në përparësitë e saj do t'jetë financimi me kredit të buta dhe grante i bizneseve të drejtuara nga gratë dhe të rritë. Kështu pra me 11 maj, ne me votën tonë, çelim një kohë tjetër për Shqipërinë madhështore. Çfarë është Shqipëria madhështore? Shqipëria madhështore është Shqipëria në cilin njerëzit nuk vuajnë për kafshatën e gojës, si kushti i kushteve. E ka thënë një burr i madh shumë që madhështia e një kombi përcaktohet, varet ose dëshmohet nga sa ai tregon interes për të mbështetur të vobektit e tij. Ndaj dhe ne do bëjmë që asnjë shqiptar të mos jetë më në mjerim brenda 3 muajve të parë. Brenda 3 muajve të parë të qeverisë sone do vendosim minimumi jetik. Minimumi jetik 200 euro. Për çdo pensionist që merr nën 200 euro. Për çdo të papunë që merr nën 200 euro. Për çdo ndihmë ekonomike që merr nën 200 euro. Në këtë mënyrë, sipas llogaritjeve, u bëhet e mundur që të blejnë ushqimet, të blejnë dhe ilaçet, natyrisht dhe këta të gjithë do kenë kartën e konsumatorit. Çfarë do thotë? Do të përfitojnë rikthimin e TVSH-s. Kjo ishte pakete e dhimbshurisë shtylla e parë, se ne nuk mund të ecim duke injoruar 700.000, 800.000 pensionistë. Shiko çfarë bëri ky zotëria në qeveri. Pati 8 miliard buxhetin. 8 miliard buxheti vjetor. Dhe ndau për pensionistët 16 milion euro. Absolutisht Gjermania për kafshët e shtëpisë, për qenin ose macën, paguën 3 herë më shumë. Tu japish ti 700.000 vetëve 16 milion euro në vit, kjo është gjëja më e pashpirë. Në një kohë kur Prishti, Albin Kurti në Kosovë, që ka gjysmën e numrit pensionistëve me Shqipërinë, që ka një buxhet sa gjysmën e buxhetit të Shqipërisë, as 4 miliard jo, ndau 100 milion euro. Dhe u tha e kishte fondin, se ky thot, jo thot se si ta prekim, si të fondi i pensioneve vjen nga kontributet. Vjen nga kontributet, po ata kanë kontribuar, më thonë, se nëse Shqipëria ka ardhur gjerë këtu, ka ardhur nga djersa dhe mundi i tyre, dhe ai mori 100 milion nga buxheti dhe i kaloi në fondin e pensioneve. Dhe çdo pensionist, fondi ishte 400 milion, u bë 500 milion. Më fali, ishte 500 milion, u bë 600 milion. Çdo pensionist mori 20% më shumë. Ne do ta bëjmë këtë. Ne do bëjmë një ndarje të drejtë të buxhetit, duke rritur pensionet, duke rritur rrogat dhe ju siguroj se mbeten përsëri për të ndërtuar rrugë, për të ndërtuar infrastrukturë, mbeten edhe më shumë siç se sa në periudhën kur ne kemi qeverisë dhe kemi ndërtuar 11.000 kilometra rrugë. Po këta i vjedhin. Këta i zhdukin. Ku është incineratori i Tiranës, djegësi i Tiranës?
A mund ta merrni mend ju duan të merren nga taksat tuaja dhe të përdoren për ndërtuar një incinerator, të harxhohen 130 milion euro dhe të mos I gjiden gjurmë të ati. Belinda Balluku ka patur, Lubi Balluku, se I them ashtu e meriton, ka patur detyrën, po sepse është e pa imagjinueshme, ka patur detyrën që ta mbikëqyrë ndërtimin çdo muaj. Ta mbikëqyrë ndërtimin çdo muaj. Ajo nuk e mbikëqyrë se mënyrë, pa ajo nuk raportonte. Dhe parat I peshin, ndërtimi nuk ndodhte. Pse? Sepse ajo e dinte që parat I mirë të Edi Rama. Se përndryshe, unë nuk them se I mirë të vetë. Se unë po ta dija që I mirë të vetë do thoj, jo. S'mund ta bë. Ajo e dinte që parat I mirë të Edi Rama dhe duhet të mbyll të gojë. Ky është një shembull, mund të japim shembuj të tjerë, kur rrugë ndërtohen me çmim me 10 fish çmim. Kur tenrat kur është një hotel këtu që ndërtohet. Hoteli më I madh në xham I tëri, 20 katësh. Dolja punojësja që punonte aty tha ky është I Lali Eri në telefon. Tani kush është? Janë arrestuar 3-4 drejtorë në një kohë kur të gjitha firmat janë ose të Maznikut ose të Erion Velis, sepse ata kanë qenë kryetarë të entit kontraktues. Po pse s'shkon me tutje? Sepse po ato ditë punojës nga hoteli, nga ndërtimi, më informuan se aty është aksioner dhe Olsi Rama. Po që Olsi është Edi Rama. Prandaj dhe ajo dosje mbyllet, priten disa koka drejtorësh që e meritojnë, nuk them se meritojnë, por ata që kanë përfituar më shumë janë si për tyre dhe ata nuk akuzohen me asnjë presje për te. Pra, këtu do I gjejmë ne parat për t'ja u kthye shqiptarëve në dyfishim pensionesh, në dyfishim rrogash, njeriu që njeriu që del çdo mëngjes dhe flet me vete në një monolog se thotë se po flas me qytetarët, asnjë prej tyre se qytetari I shpik vet, I krijon vet. Sot e ka ditën e tij. Po problemi është ai çdo ditë ka një prill. Prandaj vetëm një gjë, sa herë ta dëgjoni, kujtoni një prillin se është dita e Edi Ramës. Prej 15 muajsh dërguam në parlament minimumin jetik. E dërguam. Pavarësisht se natyrisht po ta votonte, fitonte qeveria kredit, po le të fitonte. Se njerëzit me çfarë mund bëja me 130 euro? Një zonjë thoshte një ditë, unë kam 130 euro pension, 60 euro paguaj qera në ndërtesën sociale dhe mbetëm me 70 euro. Çfarë mund të bëjë njëri me 70 euro? Kështu që e dërguam atë në parlament, e kishte përllogaritur avokati I popullit dhe organizata ndërkombëtare e punës. E mbajti dhe nuk pranonte kurse si ta votonte. Tani që e shef se populli nuk po I pranon dokrat e tij me zhapi, me hardhuca, me kafshë e ndryshme që jeton me to, atëherë deklaroi dje se po I bie dhe pikë shumë nga kjo sy-më-sy, nga këto mashtrimet. Deklaroi dje tha të ta bëj pensionin 400 euro në vitin 2030. Po si se bëre për 12 vjet ti 400 euro? Malizi e bëri për 12 vjet. Malizi kishte më të ulta sene e pensionet, sot I ka 450 euro. Rumania kishte më të ulë sene rrogën minimale. Sot e ka 4 herë më të lartë se ne. Sepse çdo qeveri, kur ndanë buxhetit, mendon një pjesë qytetarëve, një pjesë rrugëve, një pjesë shkollave, një pjesë arsimit. Pra ne do merremi do bëjmë gjithçka për një Shqipëri madhështore. Shqipëria madhështore për ne është Shqipëria që prodhon. Shqipëria që prodhon
që punëson, që prodhon, Shqipëria teknologjive të larta, dhe unë jam i bindur se këtë program do realizohet. Ju falenderoj shumë për... Doktori ka treguar që premtimet e mban. Tani ju e dini vetë. Absolutisht. Do e mbaj vetë doktori. Hajde aty se do flasim ne dy. Kush do flasë parë? Pak qetësi. Kush do flasë para? I kështu Simona? Po, kështu ta ikë. Audio po? Kjo është vetëm për kamerë, no? Vetëm po, Ja vazhdo. Është dy program, unë më kryetari i dhomës tregtisë do të flas. Dhe më njëjtë. Mirë se erdhe profesor doktor Sali Berisha. Okay. Mirë se erdhe profesor doktor Sali Berisha. Është kënaqësi t'ju kemi këtu mes nesh. Unë jam Manjola Resnjaku, CEO e kësaj fabrike. Faleminderit për prezencën tuaj në këtë subjekt ku prej 30 vitesh ka kontribuar në ekonomi, gjithashtu dhe në punësimin e qindra familjeve shqiptare. Prania juaj gjithashtu është dhe një mbështetje e madhe për sfidat që po kalon biznesi i prodhimit, ku shumë nga ne edhe kanë rrezikuar mbylljen e tyre. 3 pikat që unë do doja të diskutonim dhe që pyesja, si do shkoj historia e euros, e cila është vlerësuar jashtëzakonisht dhe është problem për ne. Problemi tjetër është urbanistika, dhe i treti që është dhe më problematik është shpopëllimi, ku ne kemi mangësi me fuqinë punëtore. Ne nuk po kërkojmë asgjë më shumë se sa të bëhen politika të drejta dhe të qëndrueshme, të cilat do na lejojnë që të punojmë, të zhvillojmë biznesin ton dhe automatikisht të ketë dhe beneficencë, më thënë të mira për qytetarët. Faleminderit. Uroj që zëri ynë të dëgjohet një ditë. Okej. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Zoti Berisha ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë takim me biznesin e fasonerisë. Unë quhem Artan Luku. Përveç faktit që jam i dyti në listën e mbyllur të Partisë Demokratike dhe Koalicionit, jam edhe kryetari i dhomës tregtisë dhe industrisë Durrës. Dhe do doja të vijë në dukje vetëm disa nga vështirësitë që haset biznesi i fasonerisë dhe biznesi në përgjithësi në Durrës, por edhe më tutje. Në 2 vitet e fundit ne përballemi me një paqëndrueshmëri të sjelljes së lekut karshi monedhës europiane. Në fakt nuk kemi të bëjmë me rënien e euros, por kemi të bëjmë me një forcim të lekut në thojza. Askush në këto 2 vite nuk ka analizuar, nuk është marrë, nuk është lodhur as pak të bëj një analizë të thjeshtë për çfarë ka ndodhur forcimi i euros, forcimi i lekut. Të gjithë e dimë, është leku i pisët, leku i pakontrolluar që ka hyrë me shumicë në Shqipëri në këto vite të fundit, ai i cili ka bërë që të kemi një situatë të tillë në raportin e lekut me euron. Kjo ka bërë që biznesi i fasonerisë të pësojë humbje, po jo vetëm fasoneria, në fakt se ne jemi këtu dhe po flasim për fasonerinë, po edhe biznesi i turizmit, për efekt të përnotimeve që gjithmonë janë një vit përpara, ka bërë që të kemi humbje që arrin deri në shifrën 15%. Hallet e biznesit në këto 2 vite kanë rënë në vesh të shurdhët. Ajo që është fakt për të ardhur keq është që ato që përfaqësonin biznesin e fasonerisë dhe biznesin në përgjithësi, që ishin negociatorët e biznesit dhe të qeverisë për këtë problem, sot janë pjesë e listave të Partisë Socialiste. E kanë përdorur kauzën e biznesit, e kanë përdorur këtë lloj organizimi për të bërë marketing për interesat e veta personale dhe as pak për të vënë dispozicion të interesave të biznesit.
Unë do i ftoja biznesmenët që në fakt të bëjmë pyetje konkrete, sepse në programin që koalicioni ka, nuk është thjesht program elektoral, por kemi të bëjmë angazhim. Është me të vërtetë angazhim për të rregulluar gjëra, për të rregulluar mënyrën e të bërit biznes, për të patur konkurrencë të drejtë në të ardhmen. Ju faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Përshëndetje gjithëve, unë jam Florinda Gjulameti, ekonomiste, këshilluese e biznesit dhe certifikimit të standardeve. 90% subjekteve që ne asistojmë janë fason. Dhe kjo nuk është rastësi. Kjo tregon që fasonët kanë një qasje të bërit biznes me standarde dhe për qenë kompetitiv në tregun ndërkombëtar. Në 2 vitet e fundit ne hasemi çdo ditë me vështirësitë në punën e tyre. Një numër i madh i fasonëve në fakt ka mbyllur, ndërkohë që ato që vazhdojnë të rezistojnë është thjesht dëshira e tyre për të mos u larguar nga puna që kanë më shumë se 20 vite që bëjnë. Dhe është e sigurt që shënojnë humbje të mëdha dhe nëse do vazhdojnë në këto kushte, është e sigurt që brenda këtij viti fasoni vërtet do jetë drejt mbylljes totale. Kjo s'është rastësi, sepse përveç vështirësive ekonomike, ka qenë shumë e qartë diskriminimi ose shikimi me një lloj përçmimi nga qeveria dhe konkretisht nga kryeministri që është shprehur hapur që kjo është një industri që e bën të ndjehet vend i botës së tretë. Fakt kjo është gjë e pavërtet, sepse fasonët janë pjesë e zinxhireve ndërkombëtare dhe brendeve më të mëdha në botë. Dhe në fakt ne jemi kompetitiv në treg, por kjo nuk e di pse është kjo qasje, me qëllim apo jo, shkon përshtat dhe me çpopullimin, është një gjë më e madhe se ajo që ne hasim çdo ditë, se në fundit ne kemi për detyrë të bëjmë ballë kësaj gjëje, aq sa do mundemi. Problemi kryesor, siç u thash, euro, që çuditërisht na ofrojnë si forcim të lekut, me një informacion bazik mbi ekonominë, kuptojmë që leku është më i dobët se kurrë, po dihet pse euro ka arrit aty ku ka arrit. Sigur mos mjaftonte, fasonët, unë do flas për atë që lidhet direkt me punën tonë, janë shenjestër dhe objektiv e inspektoriat pas inspektoriati, e gjobitje pas gjobitje, e vjedhje në dorë pas vjedhje, megjithëse fasonët përbëjnë industrinë më me standarde në treg. Dhe këtë jo se e kërkon qeveria, po sepse ato janë pjesë e monitorimeve dhe auditeve ndërkombëtare. Kështu që atë çka do të parashikoj programi në lidhje me mbështetjen për fasonët, këto janë problematika kryesore, por sigurisht edhe për tjera që do flasim vetë fasonistët. Faleminderit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe doktor Berisha. Duhet ta nis me një histori të shkurtër. Në vitin 2005, në kohën që e rikthimit pushtet, takimin e fundit elektoral që bërë në Durrës, bërë një vizitë shkurtër dhe pranë ambienteve tona të rrobëqepësisë Ambra. Unë jam administrator i firmës Ambra me rreth 550 punonjës. Dhe direkt mbas atij takimi ke pas një takim në lagjen 13 në plazh, ku vështirësitë e asaj kohe ishin tjera, nuk janë të sot, ku mungonte energjia elektrike dhe ne u detyronim në atë kohë të punonim 8 orë me gjenerator. Dhe deklarove pikërisht në atë miting për mbylljes në zonën e plazhit, ku the isha në një aktivitet, në një biznes që po mbijetonte me oksigjen. Sot fatkeqësisht jemi në të njëjtat kushte, ku ky biznes realisht i mungon oksigjeni. Por nuk janë kushtet në atë kohë që është mungesa e energjisë elektrike, por janë kushtet tjera që është rënja e eros dhe rritet tjera në mënyrë artificiale që kanë ndikuar absolutisht në rënjen e biznesit, në rënjen e të ardhurat të këtij biznesi. Siç e deklaroi dhe Florinda, fatkeqësisht janë mbyllur shumë aktivitete sektorit ton, ku është nënvlerësuar absolutisht sektori fazon, dhe kjo nuk është absolutisht gjë e mirë, sepse janë mbi 75.000 punonjës në këtë sektor që duhet të jenë patjetër një zë që duhet dëgjohen fuqishëm. Duhet të them shkurtimisht, sepse njerëzit sot me drejt thonë që pagat janë rritur në një farë mënyrë. Absolutisht le të shkojë edhe paga 50.000 lekë të reja,
me gjithë politikat që po bën mbështetëse për sektorin janë të pranueshme dhe rritja e pagave. Por duhet të jetë kjo e lidhur patjetër dhe me kontrollin e çmimeve në tregun që po themi po e marrim minimalisht në tregun që punonjësit sot blejnë në markata, në supermarkete të gjitha. Sepse sot çmimet në supermarket janë më të larta se në Itali, ku paga është 3 herë më e lartë. Të gjitha këto duhet të jenë monitorueshme që edhe njerëzit ju vinë në ndihmë për këtë pjesë. Patjetër, edhe me pjesën e rritjes pagës, po edhe me pjesën e monitorimit të shitjeve. Premtimin e dëgjova dhe është absolutisht gjë që do të ndihmoj jashtë mase këtë sektor. Unë do doja të bëja një pyetje konkrete. Mbas krijimit të qeverisë, mbas sa kohë do hyjë në fuqi ligji për kompensimin e humbjeve nga euro? Faleminderit. Unë qëmë Bardhyl Barati, jam në këtë aktivitet, biznes fasonerie, kam 32 vjetë. Jam një nga aktivistët e para edhe të PD-s, por nga qendresa ime ka shqip PD-s, kam harë dhe kolpët e mjo, kam të shqip për momente, kam mëllë fabrikën, kam mëllë fabrikën. Jam i detyruar të qoj fabrikën në Qera. Neve doktor presim shumë nga Partia Demokratike. Unë jam përgatit gjatë, po Iliana më tha bie shkur se doktori ka dhe një takim tjetër. Vazhdoj të hetë që s'letër. Ma e si këtë Iliana. Si thash, kam quhen Bardhyl Barati, në këtë profesion të këpëtësarisë kam afërsisht 32 vjetë, që punoj në profesionin shumë i bukur, por dhe shumë i vështirë. Vështirësia më e madhe është marrëdhënia me administratën shtetërore, të cilët pothuajse gjithmonë janë një pengesë e madhe për ne, duke mbështetur në një legjislacion diskriminues dhe të lodhshëm të palogjikshëm, që ofron gjithmonë korrupsion të kësaj administrate. Në këto 10 vjetët e fundit jemi kontrolluar dhe licencuar nga audit i institucionet të kombëtare i ati konkretisht Bashkimit Evropian, të cilët pos pate kushtet e fabrikave europiane nuk të licencojnë. Por për të marrë një licencë për të punuar do të thotë që kjo fabrik është në kushtet e shkëlqyer për të punuar. Por këtë nuk mendojmë institucionet tonë të kontrollit. Por këtë që thash më sipër do të paraqes një pasqyrë të gjithë këtyre institucioneve. Pa i bi shkurt se na këto lloje zjarfikset. Zjarfikset kur të vinë për kontroll, pasi të gjithçka është në rregull sipas kërkesës ligjore, sistemin e zjarrit ajror, fikset e zakonit dhe fikset me karbon për linjat elektrike të pyesen për hidrantët e ujit. Ku e keni, thonë, se s'kemi në furnizim ka linjat e ujit, të pishëm. Dhe nga një herë kush me vjen ujë, ne e blem me botën nga private. Ato do të thonë, s'ka që na duhet, kështu na thot ligji dhe do të tundin bllokun e gjobave. Inspektorati Shëndetësisë, pasi vinë e bën kontroll dhe shohin të gjitha është në rregull, kërkojnë a ka mish kutijet e zeza për mijt, a i kena analizët e ujit të pishëm. Pasi themi që s'është në kërkesët të fabrikë, për fabrikët do të plotësohen se ato janë kontroll vetëm për kur ke kuzhinë, ato të përgjigjen punëtorët, lajnë dur dhe pastaj hajnë bukë, kështu mund të infektohen. Dhe kur i pyet ku është shkruar në ligj, ato do thonë, kjo merret me mend, se s'ka nevojë për ligj, dhe të undin bllokun e gjobave. Gjatë periudhës së Covidit, kur qeveria nxirrte nëpër bulevardë dhe rrugët autoblindët për të mos lejuar njerëzit që të dalin jashtë shtëpive të tyre, ne na drejtojnë të punojmë, na detyron të punojmë dhe të rrezikuar jetën. Ne bëjmë kërkesë vazhdueshme qeverisë, por asnjë herë s'na e morë parasysh këtë kërkesë tonë dhe nuk na bëri në mëshirë. Na lanë në mëshirën e fatit.
ose s'mjafton me kaq vinë për kontroll dhe na kërcënuar me gjobë 500.000 lekë të reja. Në erdhë një herë kontroll me vonë gjobë 500.000 lekë të reja, gjobë dhe një proces verbal që më lind të shkruaj se dy gra ishin shumë afër njëra tjetrës, pas një kontrolli 4-5 orësh kontroll. Po fabrika ishte isë me kamerë dhe ata duke mbështruar në proces verbal na i vërtetuan se kur hyn në fabrikë ata ishin 7 veta me një forestrat dhe kur dolën koha e tyre që qëndruan në fabrikë ishte 8 minuta e gjysmë dhe kështu ne ju drejtuam me diskun e kamerë Institutit të Ankimimit në Tiranë dhe mbasi pan videon na anullon gjobën. Si do të them, spionët para disa viteve na erdhi një dokument nga Ministria e Brendshme që të rekomandonin kësaj një person që ja kishin vënë emrin sinjalizues. Ose do të zgjidhë vetë ato, një person ka fabrika edhe në sistemin e kaluar, edhe në sistemin e kaluar të diktaturës nuk ishte një të tillë, të legalizuar. Ishte një absurditet dhe si vura rëndësi, se kjo nxjerrste një kërkesë ligjore. Kjo s'ishte një kërkesë ligjore, por ata e kishin mbyllur ciklin, kishin rekrutuar financierin e fabrikës, i cili jepte informacion në vendin e caktuar, një person i cili kishte një gen spionllegun, se ja i jepte informacion edhe tek klienti italian, me të cilin punonim. Tash unë do dalë fund fare me që doktori ka takime tjera. Jo, po të gjë me shumë tensi. Ja, janë probleme teknike për ne që merrem me këtë punë. Po s'do të shqetësoj edhe të tjerë, kështu që janë më tepër probleme teknike. Ta i lashto. Kjo ishte pothuajse një pasqyrë e përgjithshme për periudhën deri më 11 maj të këtij viti, deri në fitoren ton kundër kësaj qeverie hajduta dhe një komunist delikuent dhe idiot i cili ngatron shqiporen me bufin. Pas fitores së 11 maj, një fitore shumë e mirëpritur deri në krijimin e qeverisë së re është një periudhë prej 3-4 muajsh, e cila kjo periudhë duhet të shfrytëzohet për të rregulluar kuadrin ligjor. Me grupin e ekspertëve të Partisë Demokratike që do të merret me këtë punë me ndryshime ligjore, bashkë me grupin ton të interesit për një harmonizim sa më të mirë të këtij kuadri ligjor. Që vjedhë dhe korrupsioni të paktën mos të bëhet me ligj. Ne do të ndryshojmë këtë kuadër ligjor që paktën mos na vinë ato në përplasjen e letrat e ligjit, kjo është ligji thonë. Unë mendoj që kjo biznes është një biznes i mrekullueshëm, që të jep mundësi të mëdha për të eliminuar varfërinë, sidomos në zonat urbane, eliminon largimin e të rive, të reve nga Shqipëria, që këto vite e fundit ka qenë një kangrenë e madhe për bizneset tona, bashkë me rënien e erës. Do të përfitojmë sa të mundemi dhe sa më shpejt që këtë forcë punëtorësh që ka ky biznes ta shfrytëzojmë për të ringritur këtë vend në vendet që meriton, që ky vend mos të plaget, por të bëjmë çmos që të kthehen dhe ato të rinj dhe të reja që janë larguar në këtë vit të fundit. Prandaj bëj thirrje të gjithë pronarëve të këtij biznesi që të punojnë në këtë periudhë që ka mbetur deri në zgjedhje me përkushtime pa ndërprerje që këta armatë të madhe njerëzish që me votën e tyre për Partinë Demokratike të japin kontributin e tyre për largimin e kësaj fasade, kësaj kase hajdutësh që na ka pirë gjakun dhe na ka bërë jetën të pamundur në këtë vend kaq të bukur. I uroj nga zemra Partisë Demokratike një fitore të thellë në këtë zgjedhje dhe bashkëpunimi jon të jetë për të mirën e këtij vendi. Të rroj Partia Demokratike, të rroj Sali Berisha fitore. Së pari shpreh nderimin tim më të madh, mirënjohjen më të thellë për të gjithë sipërmarrësit dhe të gjithë punëtorët, punojësit në sektorin e fasonëve. I garantoj se për ne
prodhimi tyre dhe ata janë krenari kombëtare, do jenë krenari kombëtare. Nuk është një koncept i atyre që janë të shkputur krejtësisht nga realiteti, që jetojnë në një luks të shfrenuar, shpallja e sektorit të ekonomisë të prodhimeve në sipërmarrjet fason si diçka të botës së tretë, ndërkohë që ajo është një faktor shumë i fuqishëm prodhimi, shumë i fuqishëm zhvillimi, dhe është realisht Made in Albania është krenari kombëtare kudo që shkon, kudo që bëhet. E thash dhe një herë, për ne në këtë 4 vjeçar, ekonomia do t'jetë kryefjala. Prodhimi do t'jetë kryefjala jonë. Ne do të bëjmë gjithçka të dyfishojmë prodhimin në këtë vend. Shqipëria ka potenciale shumë të mëdha. Ka rezerva ka pasuri natyrore, ka prodhim, ka një tokë ndër më fertilet, ka njerëz të mençur, pra i ka të gjithë faktorët për të bërë një vend i fuqishëm prodhues. Natyrisht një nga sektorët më të fuqishëm të prodhimit në Shqipëri ka qenë industria fason. Kjo është e vërteta. Dhe keqardhja më e madhe është sepse këto 3 vite kjo industri përjeton një dramë të vërtetë. Një pasiguri absolute. Këta sipërmarrës që kanë vazhduar sipërmarrjen e tyre, këta janë heroj të vërtetë. Sepse në rast se të bie monedha me të cilën funksionon me 35%, vetë kuptohet se në çfarë kushte mbetesh. Mbetesh pothuajse midis falimentimit dhe jo falimentimit. Jetesës. Tani jemi këtu. Pse kjo? Absolutisht vetëm një shkak. Dhe ky shkak janë kontejnerët e narko-eurove që vinë në Shqipëri. 100%. Edi Rama, si kreu i një organizate kriminale, kujdeset shumë më tepër për ta, se sa për ju. Ata i bëjnë ati peshqeshe gjysmë milion euro orë, ata i dhurojnë, kanë mundësi të dhurojnë 4 tëra në kullat që ky firmo, kullat e tyre që firmos. Ata kanë marrë në dorë leje të ndërtimit në Shqipëri. Kush i ka leje të ndërtimit? Shkoni, s'ka dhe në botë si Shqipëria. I ka kryeministri. Ju siguroj se në diktaturë ka qenë 3 herë më e decentralizuar. Ndërtimi një shtëpi në diktaturë, leja kur kishte lokalitet, merren lokalitet. Kur hoqen lokalitetet, merren komitet ekzekutiv. Kurse këtu merren Tiranë, merren te Edi Rama. Pra ka bërë një përqendrim, ka vu zëve më këmë se ti përfaqësuesen e bandës Elbasanit, motrën e 2 vëllezërve Roko që janë në burg, dhe të gjitha taksa dhe ryshfetët paguën aty njërë, pastaj merren lejet. Dhe natyrisht, eurot as një kufizim. Ju jeni dëshmitar që kur erdhi Pirovengu këtu, drejtor, dhe
poja mbi drejtor, mbite, këtu 1 kilogram kokain nuk kapet. S'kapet më. Hyn një lloj si mielli apo sheqeri. E ka tërësisht në dorë narko euro, pra. Këta kanë, dhe pavarësisht se me këtë vërtet ndërtojnë disa kulla në Tiranë, dhe mund të fillojnë të ndërtojnë në për qytetet tjera, por ato janë absolutisht mollat ndaluara për qytetarët, sepse kanë çmimet më të larta, më të paimagjinueshme, më të larta pas Munichut dhe Parisit. Dhe shqiptarët s'mund t'i blejnë. Kështu që rruga për këtë është shumë serioze. Së pari, bordi për të kompensuar fasonërit qindark për qindark për dëmin që u krijon rënja e euros. Dhe për të pre me gjitha forcën e ligjit, kanalet e zeza të mafjes shqiptare që vjen dhe lanë parat duke shkatruar mira vende pune. Dhe jam i sigurt se kjo realizohet shumë mirë. Edhe njëri ju garantoj se sektori fason dhe çdo sektor tjetër është krenari kombëtare për ne. Për ne prodhimi është krenari kombëtare. Ne duhet bëhemi me çdo kusht vend prodhues. Ne nuk mund të jemi një hotel. Edhe hotele tha bukur për turizmin. Çfarë ndodh? Turizmi nga një anë ka një shtim të padiskutueshëm të turistëve. Nga ana tjetër, shqiptarët fitojnë taksen e gjysmënate. Do me thënë, në qoftë se në Shqipëri 10 milion turist regjistrojnë 7 milion fjetje, net fjetje, në Maltëzi 2.6 milion turist regjistrojnë 16 milion net fjetje. Pra, nuk ka asnjë lloj ndershmërie. Është i tërë i zhytur në informalitet. Ne do ta nxjerrim turizmin, do ta ndihmojmë turizmin. Do ta ndihmojmë sepse është një sektor edhe ai kryesor. Do ta ndihmojmë edhe atë me mbështetje, sepse një hotel, një punojës, një sipërmarrës në fushën e turizmit, natyrisht ai 4-5 muaj ka aktivitet, po punëtorët ama, në qoftë se i merr çdo vit nga 4-5 muaj, ai nuk mund të krijojë vazhdimsinë punë. Dhe ne do shohim një bashkëpunim me ta edhe shteti për të kontribuar në pagat jashtë sezonit për punojësit në industrinë e turizmit. Sikundër lehtësira të tjera, por sot janë rreth 3 herë më shumë ose 4 herë më shumë apartamente të lira për fjetje se sa shtetën hotele, shtetën apartamente se në hotele. Dhe kjo i kërcënon shumë hotelet, që është vërteta. Ndaj dhe një formalizim i këtij tregu është i domosdoshëm, jo përkundazi, për ta bërë një histori suksesi që fiton secili, në cilin fiton secili. Ju e shtruat drejt. Lidhur me urbanistikën, pa diskutim që ne do të instalojmë një rregull shumë të fortë në urbanistik. Ne kemi parimin, duhet jemi, ne nuk ndryshojmë nga parimi, legalizim, pastaj urbanizim. Pse ky parim? Ky parim sigurisht në pamje të parë të duket se tipo favorizon. Jo. Është një sens përgjegjësie në të gjitha kohrat
shteti që është përmbajtur të drejtës ka mbajt një përgjegjësi për atë që ka ndodhur. Ka mbajt një përgjegjësi për atë që ka ndodhur. Dhe pikërisht duke mbajt se do të mbajmë këtë përgjegjësi, ne do bëjmë fillimisht legalizimin dhe pastaj urbanizimin. Çfarë do thotë? Ne do i përgjigjemi atij, do të zhdëmtojmë atë plotësisht me atë që krijojmë me urbanizimin. Ky është parimi, prandaj dhe këtë duhet ja u përcjellni të gjithë banorëve, ne nuk tërhiqemi nga parimi, legalizim, urbanizim. Këta e kanë me borxh, me rrafshue, me majtë qëndrimet më absurde, më brutale, faktikisht me korporatën e investimeve kanë kthyer ligjet e 46. Kanë bërë totalisht të pasigurt çdo pronë. Nuk ka asnjë tregues më cilësor, më madhor, më jetik se sa popullimi. Çfarë do bëjmë ne? Do operojmë në dy drejtime. Së pari do bëjmë gjithçka të kthejmë sa më shumë nga ata që janë larguar. Sepse sot ne kemi zbritur në vitet 60. Sot popullata në Shqipëri është e viteve 60. Është një dram, kemi humbur 30 vjetë. Dhe për ta kompensuar këtë, është një rrugë jo e shkurtër. Por rruga më e shkurtër është të bëjmë gjithçka për kthimin e atyre që janë larguar nëpërmjet incentivave, nëpërmjet nxitjeve, stimujve dhe të kalojmë me njëherë në politikën e fëmijës tretë. Fëmia i tretë do të thotë fëmia nga lindja, kjo politikë gjerë në moshën 23 vjeçare, paguhet nga shteti. Paguhet nga shteti, jo nga familja, pra për llogaritjet. Është një politikë e kushtueshme, por është një politikë e domosdoshme, sepse ne kemi 2-3 vjet që kemi më shumë vdekje se lindje. Më shumë vdekje se lindje. Ja, kam thënë dhe herë diku tjetër. Erseka në 2023 në një vit lindi vetëm një fëmijë. Në qytetin e Erseks në 2023 në një vit lindi vetëm një fëmijë. Imagjinoni ju kur të hapet klasa e parë në 2030, qyteti ka vetëm një fëmijë në klasë të parë. Është e dhimbshme shumë. Ndaj dhe do jenë bonuset për fëmijët dhe do bëjmë gjithçka për shtimin për rikthimin e shqiptarëve dhe shtimin e popullsisë. Këto që themi ne këtu janë angazhime solemne, ju garantoj se do t'u përmbahemi 100%. Një gjë është, këto nuk janë premtime pa kosto. Jo, të gjitha janë me kosto. Por dhe kur nuk do t'i bëja, kur, në qoftë se nuk isha 100% i sigurt se mund të mbahem. Në qoftë se them se energjia do zbres në 6 lek, e bazoj, sepse kaskada prodhon me një kosto sot 2.8 lek. Në një kohë kur ka 3 fishin e patronazhistëve të punësuar aty, që rrisin koston. Pra ne kem aty ku ke një mundësi, ne do e shfrytëzojmë. Fasada na lejon ne, kaskada e Drinit na lejon ne ta ulim çmimin e energjisë në 6 lek për bizneset dhe 7 lek për qytetarët. Dhe ne do e bëjmë. Sikundër, ne do të, në rast se u kujtohet, ne patëm shpallë Shqipërinë superfuqi e vogël rajonale e energjisë rinovueshme me hidrocentralet. Sot hidrocentralet janë një realitet i fuqishëm, sot ato prodhojnë rreth 60% të prodhimit përgjithshëm, sa që prodhoi përpara, 60% asaj dhe janë qindra tjerë kontrata të firmosura,
po këta i bën gjithçka që ti dështojnë, do i rikthehemi diellit, prodhimet me energjisë, me panele diellor, dhe absolutisht do t'i instalojmë ato nga jugu në veri, përveç parqeve eolike, përveç parqeve diellore që do të ngrihen, do të licencohen. Çdo qytetar që dëshon do i vendosim, qeveria me bankat, me një fond veçantë do i vendos panelet, çdo sipërmarrës që dëshon do i vendos panelet, në mënyrë që të paguaj për 3 vite qeran, të paguaj për 3 vite tarifën e shpenzimit të energjisë dhe pas 3 vitesh do e ketë falas. Pra ne do synojmë një transformim të madh edhe në fushën e energjisë dhe ne e bëjmë. E thatë kush e the përmendi këtu. Se harroj kur. Kur kthesha në vitin 2005 nga jashtë, hyja në Shqipëri, hyja në një botë tërtë. Rrallë e tek mund shihe një dritare, një dritë në kundë. Qytetet me dritat fikura, fshatrat pa drita. Po ajo mori fund ajo kohë, prap ne tani jemi një stad krejt tjetër, ne do ta bëjmë Shqipëri një superfuqi energjetike në rajon duke përdorur burimet e saj. Tashmë jo vetëm ujin, por dhe ajrin dhe diellin dhe ajrin, erën. Inspektoriatet janë ftyra brutale e këtij regjimi hajdutu. Po. E ka ndërtuar në sistem. Një banor në Gjirin e Lalzit bleu 2 motor, ujë. Fitoi diçka verës. Shkoi dhe mori lejet në kapiteneri, dakord. Në kapitenerinë e portit, dakord. Nga kapiteneria shkoi në bashki, u detyrohet të marrë leje në bashki, dakord. Nga bashkia mori leje në qark, edhe aty dakord. Në qark i thon tani do shkosh në ministri. Që të gjitha për rishfete. Që të gjitha sistem rishfetesh. Inspektor Gjobaxhi. Po, ka rrugë shumë të qartë se si pa andalohet kjo. E kemi të gatshëm, që ta dini, e kemi 100% të gatshëm projektin, me të cilin nga 45 ditë që inspektoriatet i marrin biznesit përveç rishfeteve, ne do e zbresim 4 herë në 11 ditë. Dhe s'do mund t'i harxojnë ma asnjë orë më shumë, s'do mund t'i paraqiten. Dhe do të ronë të lanë gjurmë në çdo paraqitje në dojet digital. Për çdo kërkesë dhe nuk do mund të bëhen akuza, nuk mund të bëhen kërkesa absurde si tuteket për të vjel gjobat. Do të disiplinohen në mënyrë shumë të prerë. Çmimet. Eurostati ka publikuar një studim interesant. Çfarë tregon? Tregon trendin e çmimeve në Shqipëri në vitet 2006-2013 me trendin e çmimeve në Shqipëri në vitet 2018-2024 krahasuar me çmimet në Bashkimin Evropian. Ajo që është interesante, se në ato vite ka trendi i çmimeve në Shqipëri ishte në ulje në krahasuar me trendin e çmimeve në Bashkimin Evropian. Vetëm një arsye, prodhimi dhe vetëm prodhimi. Sepse u mbështet blegtoria, u mbështet bujqësia dhe filluan të profilizohen sipas fushave ku fitonin më shumë.
Myzeqeja e tëra po orientohej drejt serave dhe lobëve. Çfarë ndodhi? Erdhën këta, ata që sillnin plerat kimike dhe inputet tjera bujësore, 2-3 fishun çmimin. 2-3 fishun çmimin, u rrit çmimi i barit. Nuk e mante do të më lopën ai. Dhe ka ndodhur një therrje masive e lobëve të racë, e timtave, dhe me radhë. Si do arrishim ne? Po absolutisht ne do subvencionojmë për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi, për çdo fidan të mjellur. Ne kemi nuk kemi shumë tokë, kemi pak, po me një fertilitet të shkëlqyer. Shqipëria është vend i bekur, plot ujëra. Në qoftë se pse u ndërtua hidrocentrali i Banjës? Nuk u ndërtua për energjinë radh parë. Jo, u ndërtua është hidroenergjetik, si kompleks, për vaditje dhe energji. Se energjia i 50 megawatt prodhon. Por ama, në qoftë se investon, vadit të gjithë Myzeqen. Edhe mbi. Është kompleks vaditje në radh parë. As një qindark nuk kanë investuar. As një qindark. Fare. Në asgjë. Kështu që ne do bëjmë gjithçka për rritjen e prodhimit vendas, dhe kjo është rruga drejt normalizimit të çmimeve. Bujësia është sikundër në industrinë ne bëjmë gjithçka për rritjen e prodhimit, njëjtë gjë do bëjmë në bujësi për rritjen e prodhimit. E ke drejt, administrata është një çerdhe. Ka njerëz të ndershëm, ka njerëz që zbatojnë ligjin, po ka patronazhist pastaj që janë fytyra e vërtetë e Edi Ramës. Se ka një gjë, Bardhyl. Në qoftë se ka një debat tani për korrupsionin shumë. Po ja, është i korruptuar ai apo s'është i korruptuar? Por zotëria, ai po të mos ishte i korruptuar. Si mund të bëj zyrtari pallatet, atë vilën 57 metra të gjatë, si bëhet ajo? Me obor 8000 metra, 8300 metra. Obori. Pra, si mund të jetë një njeri i shkputur totalisht nga jeta, nga shoqëria, që shkon dhe blen për oborrin e zyrës 5 milion euro instalacionin. Çfarë është ky që i imponon Erjon Velis të firmos djegësin e Tiranës dhe zhdukën 130 milion euro? Prandaj, problemi i tij është se ky vetë është i korruptuar dhe ata të tjerët pastaj kur e shohin këtë që han dardha dhe fiq të kalbur, han dhe vetë ata pastaj. Pas shpinës ti, të kalbër të pa kalbër. Pra, zgjidhja është 11 maj. 11 maj, largimi ti është edhe përgjigja më e mirë ndaj korrupsionit dhe ndaj këtyre gjobave. Tani, lidhur me gjobat, ne kemi një politik, një zotim, për çdo pensionist, për çdo biznes të vogël, për çdo ne do të bëjmë një amnisti të madhe me gjobat, Bardhyl. Ky kërkon të amnistoj ilegalin atje ku i kanë Dubai dhe në ku i mban atje në Aruba, këta trafikantët, asnjë qindark nuk i amnistojmë ne ata. Ne do amnistojmë të gjitha gjobat e vurna e vendosura me absurditet nga kjo qeveri, veçanërisht rrogultit, pensionistët, biznesi i vogël, gjobat do t'i amnistohen komplet. Kjo është zotimi ynë. Edhe një herë, ju falenderoj shumë. Pa tjetër.
që se përmene. Kemi probleme, ne kemi shumë të raca, gjithë që kemi punë, kemi shumë të raca, gjithë mund të bëjmë Voltaike. Po ka e problem që ato nuk futën në sistem edhe nuk paguajnë. Ti marrin, ti vjedhën dhe s'paguajnë. Ne ditët e shtunë s'punem, ditët e tjera s'punem, pushin pothuajse s'punem, dhe nga ora 4 deri në perëndim diellet ne s'punem. Dhe këto ato i merren në rreth dhe s'ti paguajnë. Kjo është shumë nga ne nuk i kena vënë për këtë kush. Sa i ta vjedhë s'ta paguajnë. Absolutisht është shumë e vërtetë. Me lek energji elektrike. Absurde, shumë e vërtet kjo që thua ti. Edhe diçka tjetër më sa më përgjigj. Për dividendin, çfarë do bëhet? Do hiqet dividendin, se s'është pasur akoma në programin e Partisë Demokratike dividendi, edhe e treta kemi për TVSH-n. TVSH-ja kalon çdo kufi. A do paguhet me ardhmën e Partisë Demokratike TVSH-ja si mas ligji më në mujt, do të kërkesë kishon. Po e nis nga TVSH-ja, do paguhet në kohë reale pa diskrecion ministerial. Do paguhet në mënyrë automatike në kohë reale të TVSH-ja. 3.200.000 Po, do paguhet në kohë reale. Dividendi do taksohet me 10%. Dividendi, jo 8%, si të taksohet? 8%, falë, 8% po. Do të heqim. Tani, ti kërkon të heqim 8% se dividendit, do ta studiojmë. Taksa është mirë, tati fitimi është nga 15 në ballë, rritë është për vepër fare. Tatin fitimin do ta e kemi 10. E kemi 10. Dividendin tani është një super taks. Është një super, jam dakord me ty. Bardhyl, jam dakord, po mos harro një gjë. Se të shpjegoj një sekret u ty. Prit një minutë. Ja, ka drejt. Jo, pse jam unë mendje me te. Igli, jam unë në mendje me te. Se është e ka drejt, është super taks. Jo, jam dakord me te. Është super taks. Dhe ka patur kohë që nuk e kemi patur. Por ekspertët e ke vetë parasysh që janë në disa pika. Ta shtonojnë litajnë. Bravo. Janë, se është desh një punë shumë e gjatë që të zbresim TVSH-n në 15%, se nuk ishin për ta lëvizur. Pra, disa, çfarë ndodh? Tani nuk them se po e bëjmë eksperiment. Jo, e kemi të bërë. Po herën e parë kur e bëm ishte eksperiment. Se do mbledhim të ardhur apo jo me uljen. Tani jemi të sigurt. Kështu që dividendit do mbetet për një kohë të dytë, absolut sikundër, ja u them këtu, do mbetet për një kohë të dytë edhe sigurimi shoqëror, për sipërmarrësin për të zbritur në 10%. Se kur shkojmë në 10%, atër ne kemi plotësue kuadrin në të ndershëm dhe në të drejtë ligjor të taksimit. Synimi, sot është 15, është e joni, është trashëgimie, ne patëm vendos, 9.5 për punëmarrësin, për punojësin dhe 15 për sipërmarrësin. Tani ne synojmë, por nuk e shpallim, sepse duhet ta bëjmë, se masi të sistemohen këto masa dhe të shohim finalen, objektivi tjetër do jetë heqja e dividendit dhe 15% zbritja në 10%. Zbritja në 10%. Ate ajo është reklamuar 10%, s'kesit kthesh më fjalë. Jo, për sigurimet shoqërore nuk e kemi 10%. E kemi për të pa diskutim. Jo, se diskutohet ai, nuk diskutohet për tatim fitimin, por ne synojmë për sigurimet shoqërore, të cilat për punojësit i kemi 9.5, t'i zbresim dhe për sipërmarrësin në 10%. Kjo pastaj do jetë
kuadri fiskal më revolucionar i kohës. Po për energjinë elektrike për të taraca, dialog. Për energjinë elektrike, Do paguhet të rikthejmë frikë. Do pa pricet atë të një minut, po. Ajo do vendoset me njëherë. Te prica do blihet dhe do blihet dhe do zbritet në konsumin jashtë saj. Pa dyshim, është e pandërshpërshum, ajo është grabitje. Ajo është plaçkitje që u bëhet. Por nga ana tjetër, ne synojmë të financojmë vendosjen e paneleve fotovoltaike në të gjitha qatit e të gjithë qytetarëve që duan, sigurisht me detyrim s'u vjet askujt, dhe sipërmarrësve. Kjo nëpërmjet një fondi të qeverisë me bankat, i cili nga kjo vendosje pronarët do paguajnë qiran 3 vite. Dhe pas 3 vitesh do e kenë energjinë falas. Po. Tani, në sistem do futet me njëherë. Në sistem do futet absolutisht me njëherë, sepse mos futja në sistem është grabitje shtetërore. Është grabitje e pastër. Hajtë t'ja marrë, kjo është marrëzit, kjo është, por këta këte, një gjo, e di, shikot, dhe mënë. Jo, është edhe këtë shumë rëndësishëm. Doktor, janë Jo, Bardhull, janë gjëra që do marrin zgjidhje të shpejt dhe të menjëhershme. E rëndësishme është që 11 maj Durrësi blu, Shqipëria blu, faleminderit shumë. Faleminderit doktor, faleminderit të gjithë të ftuarve edhe punonjësve. Te makina. Igli, po vjen. Hajde pra me të makinë, s'kemi me një ka.